Një familje shqiptare në rroga që janë sot, a e mbyll dot muajin? Ti nate me nivelin kujdesi që tregon dhe me masat që merr. Dhe sigurisht që kush është ai qeveri që nuk do që të rrisë pension? Më thuaj një qeveri që nuk do që të rrisë pension. Më thuaj një individ që nuk do. Më thuaj një qeveri. Ja po të bëj pyetje unë. Ka një qeveri që nuk do donte të rrisë pensionet. Aq ka mundësinë qeveria për ta bërë. Nëse ka mundësinë për ta bërë. Jo, aq ka mundësinë se kanë duruar. Po në këtë lloj po rritet numri i kontributorëve. Po në këtë lloj po ulet informaliteti, rriten pensionet, rriten rrogat, rriten konsumi. Mund të justifikohet 12 vjet që nuk mund të arritur në mënyrë permanente. Po janë pensione qesharake, po si mund të flasësh ti për një qeveri që nuk do donte, aq ka pasur mundësi. që nuk do donte, po duhet ta gjendë zgjedhje. Ekonomia më parë. Pra duhet merrte ta nxirrte nga gropa ku ishte me borxhin e jashtëm, me GDP-n, pra me performancën ekonomike që kishte si duhet merre performancën të futej në funksionim skema. Performonte ekonomia. Po ka ekonomia nuk performonte, tani ka filluar të performojë. Keni ekonomike. Nisi arrim për skemën se po thon e para nuk kemi këtë rritjen që po flitet, po dalim për te pakëve shumë vetëm ke pensionet tani. Nuk kemi ndryshim skeme akoma. Kemi një rritje mujore që do bëhet nga buxheti i shtetit. Pra i rregullimit. Le të themi që ai bonus i fut vit të shpërndahet në çdo muaj. Pra kemi dy ndërhyrje, kemi një rritje mujore plus indeksimin në tetor. Sepse Banka e Shqipërisë automat gusht me gusht, viti pasardhës me vitin e parë, e kanë llogaritur 2.5% e kanë llogaritur inflacionin, pra e kanë parashikuar të ktill. Po indeksimi tani po bëhet instrument i qëndrueshëm. Po patjetër, sepse është detyrim ligjor dhe normalisht duhet bëhet. Por nuk është skemë e ndryshuar. Që ti të ndryshosh skemën, duhet ndryshoj pikërisht ligji bazë për sigurinë shoqërore, i cili është në plan këtë vit, që ndryshon mënyrën si funksionojnë kolonat, koeficientët, mënyrën si llogaritet pensioni, vitet e punës, moshën e pensionit. Pra ky është ndryshim skeme. Për këtë po fletë profesori. Kjo, jam plotësisht dakord që duhet ndryshuar radikalisht, po kjo është e dhimbshme, prit, se kjo ka një kosto. Kosto politike shumë madhe. Kjo është e dhimbshme, sepse bëhet sot se kishte efekti është 5 ekonomia, për çdo të përmendë ekonomia do kosto. Faktën teori ekonomike do 5 deri në 7 vjet që filloi të jap efekte. Tash 5 deri në 7 vjet janë pothuajse 2 mandate. Edhe me politika duhet jemi të kujdesshëm, pra pikërisht për këto. Po dikur duhet marr, pra një hap duhet marr. Ore, çu dallohet politik bërja nga burshtet bërja. Ju si ekspert edhe njohës të mirë dhe të ekonomisë. A mendoni se ekonomia shqiptare po kthehet në një ekonomi të plakur? Demografikisht jo plakur, nuk është produktive. Ky është themeli. Dhe kryeministri nuk merr iniciativa për ta bërë, pra kur them unë të hyjë në bashkëbisedime si për Marsit, ideja është që të përkraj publiken patjetër dhe t'i marrim më shumë si për Marsve, por duke negociuar për ta bërë ekonominë produktive. Pra që ta thjeshtoj, që ta kuptojmë të gjithë. Mendimi për rritjen e pagës i ka ardhur pikërisht nga sipërmarrja? Jo, nuk është. Sepse është mënyra më e mirë për t'i mbajtur shqiptarët këtu, po i ka ardhur nga sipërmarrja kryeministrit. Dhe le ta pranoj edhe. Paga mesatare, jo minimale, për pagën mesatare. Sipërmarrja lëvizet, po normal, sipërmarrja disa e paguan, pak disa më shumë. Sipërmarrja jo shton që të shkojë deri në 700. Shiko. Nëse qeveria i ka ato. Ata sqarojnë me dy shifra. Të them diçka, Ornela, më dëgjoj, është shumë e rëndësishme kjo gjë. Ka një mendim, shiko, kur qeveria e fut shoqërinë në këto lloj grackash, ku të gjithë ju duket sikur nuk funksionon, sikur nuk ndodh, sikur nuk kemi para, sikur s'kemi mundësi. E vërteta është tërësisht ndryshe. E ke vënë re ti që 90% të njerëzve thonë, po ne jemi ekonomi e vogël, po pse ti investosh këtu? Si më ekonomi e vogël? Puno outsourcing, puno si Izraeli që punon për gjithë botën, që e ka 600 miliard prodhime e brendshëm bruto. Sepse jemi në këtë epokë. E diti që edhe Gjermania sot po diskuton ekzistencën, se industrializimi mbaroi, jemi në teknologji, dhe teknologjia ecën shumë shpejt këtë gjithë, dhe aq ne që jemi më të vegjël. Mos thuaj që Rama se ka përqafuar teknologjinë. Jo, këtu do të dalë. Rama është marketer, unë e them gjithmonë. Është marketer fantastik. Po pra, për një takim me Mira Muratin dhe më mbyll cikli. Nuk është kjo problemi. Strukturë. Ekosistemi. Në aspektin e inovacionit, teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, s'mund të themi asgjë. Jo. Dy gjëra, sepse ne kemi qef arbitrët ndërkombëtar. Kështu që po citoj FMN, Bankë Botërore, që masin produktivitetin e ekonomisë. Jo rritjen ekonomike,
jo performancën, produktivitetin. Sa më i zotja bëzon një bërështë i çdo vit. Dhe s'ka asnjë rritje. E kemi më të ultin në rajon. Jo, e kemi 2.4%. Për krahasim, është kokë në kokë me inflacionin. Ta shpjegon profesori çdo të thotë. Për krahasim. Katastrofë, kokë. Jo, produktiviteti punës. Si përkthehet kjo për biznesin? Biznesin, qofse ka rritë produktiviteti, ka mundësira të bëjmë shumë biznes, ka mundësi të rrisi xhiron që quhet, se ka problem mas pak në minimale. Asa do i pak e tjetër, se ka, se mbledh të ardhur më shumë, ka mundësi më shumë për biznes, se ka fare problem. Po qofse ka një produktivitet kaq të ulët, Ka qenë kjo. dhe dikush është themeli, Ky ka qenë problemi më i madh. shikoj bashkënohet, skopi dhe karrota më zotri. Orion, të lutem. Çfarë paguan ato sigurimet ti? Ka një arsye. Ngeci ka Ngeci. Për çaj paguan, po ta dije. Unë nuk e di. Po si e ti ai që e kundërshton këtë gjë? Që nuk e duron dot këtë gjë? Po them tjetër gjë. Që çështjet e ekonomisë nuk mund të shihen vetëm me syrin e sipërmarrjes. Po do shihen edhe me syrin e more, jo, po do shihen politik. Se kjo që do shihen me syrin e politikës Edhe gjithmonë. sistemin e tatimit, taksimit. Kjo që tha Ergisi është për të bënë. Pse nënvlerësojnë sipërmarrjen këta se kuptoj fare. Se ju e nënvlerësoni. Ju se gjithmonë harroni që ajo është motori kryesor i Në sa është gjyra e vjetore për biznesin e vogël që nuk taksohet. Keni një fajt madh ju shumë, ju politikanët. Se keni bërë politikën biznesin më të madh. Ky është problemi juaj. Po, ky është problemi juaj. O ka patur lehtësira për bazë fiskale, sistem tatimi, hyn në sy sipërmarrja, sidomos ajo gjatë këtyre viteve ose ka patur asnjëherë më parë. Të lutem, a mund të Përtimi jot ishte shumë. Po, mua më dëm shpirti për biznesin. Ata dëmë pozitiv. Mua më dëm shpirti për biznesin. Për politikën fare. Me gjithë ju dëm. Dhe lehtësirat fiskale dhe tatime më si ka pas biznesi kohën e qeverisë Ramës si ka pas ndonjëherë. Na jep drejtën fjalë në parlament. Tani ne edhe këtu në studio të paktën në pozita ta marrë fjalën këtu të flasi. Jo, biznesi ka gjithmonë drejt. Mbështetje të biznesit, se jam në mbështetjen tuaj e dashur. Po, faleminderit. Pra, Partia Demokratike pati dhe ka akoma një program të shkëlqyer për biznesin. Inshallah ju vjen koha ta vini në përdorim se kjo është problemi. Pikërisht dhe unë patjetër që jam mbështetëse që është promotor dhe duhet të jetë promotor biznesit. Por ka një problem e dashur. Duhet ndar biznesi ndershëm dhe biznesi kullave. Pra janë dy biznese krejt të ndryshme. Pra, ju nuk mund të mbështeteni. Po jo, nuk mund të mbështeteni. Fola për sipërmarrësit 30 vjeçar shqiptar, që kanë bërë rrugë suksesi dhe këtë vit shumë nga sipërmarrjet shqiptare festojnë 30 vjetorin, apo jo? Kemi rrogën Edhe kanë qenë sukses, po Krishtë edhe për shkak të ata po flasin, si kanë pas performancën në vitet e fundit të biznesit që festojnë 30 vjetorin. Kemi rrogën, Si kanë pasur performancën. Performancën asnjë nga këto krerët e qeverisë nuk i bekenis. Ju vjen ti thot bravo, ja po ta them unë me që do përgjigjen. Bravo. Ti kthejnë mbrapsht diçka aktive. Dhe taksosh 30 vjetorin. Ku kanë zhvilluar biznesin, nuk kthejnë diçka mbrapsht. A do e përgjigje ti? Po jo ta ktheva dhe unë përgjigje. Folëm për politikën, folëm për biznesin, flasim për qytetarët, për ata që s'mbyllin dot muajin. Unë mendoj që kemi ardhur për të folur për pensionet dhe për rrogat. Dhe unë dua të jem shumë konkrete. Rroga minimale 500 euro. Po marr një çift të ri, i cili jeton në Tiranë dhe së bashku kanë 1000 euro. Thoni mu si mund ta mbylli me 1000 euro një çift. Të lutem, më le vetëm ta mbaroj, të lutem. Ndërkohë qerat janë në çmime të tmerrshme. Po pse është me pak minimale? Studentët e mia vinë dhe më thonë që paguajnë 500 euro qeran në banesat e bosave të drogës që realisht arrestohen. Po du t'i themi këto tani, po du t'i themi këto. S'është pyetje që bëhet, Të lutem,